محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, vërtet Allahu Teala na ka dhënë shumë begati, shumë mirësi në jetën e kësaj bote. Ashtu që thot Allahu, edhe nëse mundoheni të numroni, të llogaritni të mirat, begatit e Allahut, nuk do t'i arrini asnjëherë, sepse ato janë të shumta. Një prej begative, një prej mirësive të mëdha që kemi shumica, edhe jena pak falendërues për to, është familja. Me ta mundësu Allahu I madhruar, me u martue, me një grua besimtare të devotshme. Edhe gruas, me ja mundësu Allahu me u martue me një besimtar musliman të devotshëm është begati e madhe. Sepse prej këtyne dyve, që shka qenë Ademi dhe Hava, Allahu ka po burra shumë edhe gra, wa bethe min huma rijalen, këthiren, wa nisaa. E prej këtyne dyve, Allahu ka po shumë burra edhe gra. Prej kujt? Prej Ademit edhe prej Havës. Dhe kjo tradit e vjetër vazhdon sot e kësaj dite dhe do të vazhdon deri në fund të kësaj bote. Pra, me u martu njerëzit, edhe qka me u shtue. Ka tentativa, ka përpjekje anësore, ka që me thonë projekte të frikshme, po zbesoj që do të realizohen, që me fut në këtë popull, qka një ide se bën njeriu edhe mos më martu hiq. Bën njeriu edhe mos me pas mi hiq, ose qka me bo adoptim fëmijëve, ose mënyrë artificiale ku e dijone me këto mjetet bashkohore, me bo një fëmijë që se din kush hiq këne ka baba, prej ka I ka ardha, ku ta dijone, dhe gjitha këto po na servohen neve në për media edhe në për rrjetet sociale, në për portalet të ndryshme. Na qëndrojmë të fort, stoik, në atë traditën që e kemi pas, bab e babgjëshës tërgjysh, deri të baba I njerëzimit Ademi alayhi salam, që me u martue burri me grua dhe gruaja me u martu me burr. Pastaj begatie madhe është me ta mundësu Zoti me atë grua që e ke përzgjedh me pas edhe evlad, me pas vajza apo djem, apo të dyjat, apo njënën prej tyne. Ashtu që shka përzgjedh Allahu Teala. Andaj këtë begati duhet me rujt dhe duhet me qenë të kujdesshëm. Dhe dëgjojeni këto këshilla të cilat janë ekskluzivisht për këta që janë të martuam edhe janë ende duke bo fëmijë, apo për ata që do të martohen në detet, javët, muajt apo vitet në vijim. Për me qenë familja shëndosh, për me qenë trashëgimtarë të dobishëm dhe me ta kënaq zemrën kur të rriten ata, ti si bab edhe si nan do të me I kryet disa obligime ndaj tyre. E para, burrit do të me përzgjedh nanën e fëmijëve. Jo me shiku me atë shikimin
e parë edhe me thonë u dashurova në shikimin e parë, as nuk e din kush është, as ka ardhur, as çka ka bë, as ku ka qenë, as çka ka bë atje ku ka qenë, a ku ta dijone veç në shikim parë edhe po martona, jo. Do të me pyet pak për prej ardhen e saj, do të me pyet për familjen e saj, do të me pyet për edukatën e saj, do të me pyet për fenë e saj, devotshmërinë e saj, pastaj me përzgjedh kanë shokun e jetës apo nanën e fëmijëve. Kështu është edhe për gratë, edhe ato do të me u interesue. Me u interesue për burrin apo bashkëshortin apo shokun e jetës, sepse nuk ka vllazën martesa veç për këto. Se kjo është koncepti gabuar dhe shumica e njerëzve mendojnë martohesh këtu dhe u kry muhabeti. Jo, martesa këtu është njoftim në mes të çiftit bashkëshortor. Jetojnë 40, 50, 60, disa 70 vjet martuar, disa që kanë jetën e gjatë. Masi njoftohen mirë, vjen vdekja i ndan për të bashkuar atje që s'ka mondarje. Se s'ja kish vlet këtu me hub kohën, hiç bilas me u martu, as me bo fëmijë, nëse s'kish me qenë xheneti, edhe ato kënaqësit. Dhe kur fillon dashuria e vërtet, dhe kur çifti bashkëshortor nuk ka vrejtje në njëri tjetrin, nuk kanë probleme, nuk kanë mosmarrveshje, kur të hyjnë në xhenet. Atje mos ka krizë bashkëshortore, s'ka probleme bashkëshortore, s'ka urrëtie, s'ka xhelozi, s'ka varfëni, s'ka smundje, s'ka halle, s'ka brenga, s'ka shqetësime, s'ka kërcënime, s'ka çka padrejtësi prej njerëzve. Andaj pra, ja vlen për diçka që është e pafundshme me sakrifikuan këtë që ka fund edhe është e shkurt. Çka do të thotë kjo? Me lëshu pen raportet bashkëshortore, dhe nuk është qëllimi tash me fol për raportet bashkëshortore, për qëllimi është me i pa raportet tona me fëmijët çish duhet i kemi. E para të nderuar vëllezër, pasi kemi bë për zgjedhjen e nanës për fëmijët, kur Allah të furnizon me fëmijë, çka me manifestu gëzimin. Kur të Allah të jep evlad, me manifestu gëzimin, jo me nxjerr kallashat, e me nxjerr armet, e dikush të dy dur, bam, edhe kishe po kallëzoj diçka peçet me njënën dorë këtu veten, e po zgjuj, pse atrimnia, bornit madhe jetë po me gjujta, pa dhe shta fëmija vogël këta zgjuj, kur farë problemi nuk është ashtu absolutisht hiç. Mos e mendoni në diçka që si të gjujsh për pijet ato ke bo diçka, kur s'ke bo. Edhe nuk manifestohet kështu gëzimi. E qysh, mas pare të me thonë, elhamdulillah, të falenderoj o Allah, që më furnizove me një vajzë apo me një djalë, edhe me bo da, nëse është djalë, me thonë Allah, me barik lehu, o Allah, bekaj e këtë fëmi, o Allah, bekaj e këtë djalë, o Allah, bekaj e këtë vajzë, o Allah, bën e knatësi për zemrat tona, bën e knatësi për familjen, bën e knatësi për kënë, për muslimanet, edhe bën e dobeshëm këtë fëmi, që të përfitojnë prej ti muslimanet. Me u lutë në këtë mënyrë. Të na inshallah i bën 100 vjetë. Pse për vëlla 100? As bën me i bo 200? A bën 200 me i bo? Po bën, po si bën, se as 100 as 200 nuk në dorën tonë as temen. Sa i bën aj, hiç pa ardhen këtë botë ja ka caktu dikush. Mirë po ti lutu qka që Allahu me beku ato me bo të bereqetshëm. E dyta, me emërtue me emën të mirë. Vllazën, kur jemi tek emrat, ka çorëditje, te i kalim të kufive, vallahi ka emën, jo që s'lidhet me islam, e me musliman, po as lidhet me shqiptarës, me shqiptaria, s'din kush ka e ka prej ardhjen. Qa ke bo bre vlla kështu? Valla i kum lidh do shkollë, që aty ka fillimi e alfabetit, një ka mesi, një ka funi, një trika të shkolla, asja din do me thonin. Tana i ka emnat feve tjera. Emri vllazën duhet me shpërfash, me tregu identitetin fetar, me kallëzu emri që je musliman. Dhe kur jemi tek emnat më të mirë janë ata emnat që lidhen me emrin e Allahut, që e kanë përpara abd, që do të thotë Rabb. Për shembull, Abdurrahman, Rabb i të gjithë mëshirshmit. Abdul Ghafur, Rabb i falësit të madh, Rabb i Zotit. Pastaj emrat e pejgamberve, sepse çysh tregon Enesi radhiyallahu anhu, kur një ditë prej ditëve u zgju pejgamberi alayhis salam, doli te shokët e tij dhe ju tregoi aty, ne tha, mbram tham ka furnizu Zoti me një djalë.
Ma ka dhonë Zotin i djalë dhe e kum emërtue me emrin e stërgjyshit tim, me emrin Ibrahim. Se stërgjyshi 14 kështu në ranjen zinxhirore të gjyshërve ka qenë Ibrahimi a.s. Stërgjyshi 14 i pejgamberit a.s. ka qenë Ibrahimi a.s. Thot e kum emërtue fëmijën tim me emrin Ibrahim, që lexohet në Kur'an edhe deri në kiamet ka Mehmet. Andaj preferohet edhe emrat e pejgamberve, emrat e prindve, emrat e gjyshërve, stërgjyshve, çka kanë qenë të mirë, me i përtri ata. Ndërsa çdo emër që s'ka domethënie të mirë nuk lejohet. E tash një pyetje se disa kur kanë koha me u tregu trima e patriota e shqiptar, u bëjshin sikur lepojt, u bëjshin duq, sunishin. Tash shqepo dojnë a hoxhë nderuar. Edhe emnat për i pengojnë. Me pas emne për shembull Rabi Allahot, Abdullah, po thoi kuku, ne hupe identitetin Hoxha Efendi, se thu që ka met identitetin dorën temën tonë. A bën me i gjitë emna shë? Po bën. Po me pas do me thonje, edhe me ditë çka po bën. E dini o vllazë sa interesant është. Ka babë edhe nan, vallahin, që më ka bu pyetjen, ja kum gjitë vajzë se emrin Jetmira. Hoxha Efendi çka do me thonë, a është në Kur'an? Shqip nuk për din çka do me thonë. Po Jetmira me pas jetën e mirë. Janë gjetë emrin shqip, nuk ja ditë do me thonë. Para me ndonë. Asë një emër nuk po më janë gjitë pa e ditë kuptimin e emrit. E treta, fëmijët përsa lindur, baba se nana e merr një hurme e përtyp, një hurme të lëngshme ja fërkon qiell zen, për mja pastru dhe mja forcu venin ku do dalin dhëmbët. E katërta, në ditën e 7, ai që i ka mundësit, let therë kurban për fëmijën e përsa lindur, që quhet akika. Kush e ka bo këto? Këto e ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se po ka keq interpretime, po thojnë e qeten qëtash mas luftës se kjo s'u kon. Jo s'u kon valla, para 2-3 vjetës besoj që u kon. Dhe s'u kon prej kohës pejgamberit e deri në kiamet. Akika, therrja e kurbanit për fëmijën e posalindur në shenjë falënderimin ndaj Zotit. Këta i pare e ka bo kush? Pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ka thonë kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Çdo foshnjë e përsalindur është e lidhur me aqikan e tij. Çfarë do të thotë kjo është e lidhur? Sepse kjo akika, kjo kafsha që therret për fëmijën e përsalindur, sikur ja hap rrugët e hajrit fëmijës së përsalindur. Pastaj fëmijët të cilët e kanë gëzu akikën, prindët e tyre e kanë therrë, ata ndërmjetësojnë për prindët e tyre në ditën e gjykimit. Therrët kurbani për djemë dhe për vajza preferohet në ditën e 7, si kje kushtet 14-21, si kje kushtet kur të monësh, edhe kur të rritët nuk ka kufar problemi. Tjetra, në ditën e 7 t'i prehen, t'i priten, apo t'i ruhen flakët, t'peshohen peshore dhe peshe e tyne t'jipet në argjenti, disa djetar ka thonë në ari, të jipet sadaka për fëmijën e përsalindur. Ajo nuk ka aty ku me di çfarë peshe, 1 gram apo 2 gram, si bjen shumë aty absolutisht. Tjetër, synetimi të bëhet sa ma heret. Jo me i lonë kur t'i bojnë ka 15 vjetë, si kur këtë në herë, edhe dashke një mahal më shumë i njek fëmit, e i të merrejshin, e i trishtejshin, e kur i nëzinshin, si kur me i qumë i pushkatue, maja duart, maja komt, edhe ai Gjarrahi, se Gjarrah është kirurg arabisht. E ai kirurgu që si kon kirurg heq, po kon një plaksh aty i qytetit, i mahallës, i nahijes, të nëzirke aty të mrehke, tak, edhe të merrejke mirë fëmin, edhe shumicën që i kanë tashmi 40-50, i kemi traumatizun kërë kujtojtë synetimi. Hala tutën me arë Gjarrahi këto, tutën njerëzit pse? Se në kanë friksue. Gjarrahi një katun ka mu që, Gjarrahi një mahal. Jo mërë Gjarrahi, po kirurgu e qënë atje në kirurgji, të mjeku, ose e thirë mjeku në shpe, e njerëzit që janë profesioniste e bojnë këtë punë, e jam e bo njerëzit që s'kan lidhje me kirurgji. Tjetër të ndërrua vëllezër, me qenë model shembull nana dhe baba për fëmijët e përsalindur, sepse ata janë sikur një sunxher i vogël i pastër. Ja që tujtë pastër e thithë.
Ja qet ujtë e papastër, lloç e thith. Dikur kur djen koha me ndryll, çka ka me qit? Nëse i ke qit pastër, i ke dhënë edukat, çat edukat ka me çka manifestue, ka me shpërfaq. Po nëse i ke qit keq diçka, i ke dhënë edukat të mirë kur të ndrysh, lloç ka me ta qit ujtë krejt. Tani nuk ka nevojë me thon, valla fëmia po lindi me fakultet. Ka është vogël po din me rrejt. Ku po mësohen? Po mësohet te nana, se nana në telefon i thet motrës vet, a dikujt familjes vet. Ja nuk jam këto, ai fëmia 4-5 e këshyr, çuditet. Ai se kupton mirë, po pe kupton se nana diçka s'është në rregull. Troket dikush derë e këshyr në atë far vrimen e vogël aty, nuk ja qel derën. Mam, se s'pe hop, se s'jam këto. Tash fëmia mësohet me rrejt. Ose edhe shumë veprime të tjera s'po duhet krejt me i përmend. Nuk po lindin, sikur na që kemi lind pa fakultet, edhe këta të sotit pa fakultet po lindin. Mirë po prind për javdhon, ose një fakultet mirë, ose jo të mirë. Andaj pra, çka me pas kujdes vllazën, me qenë nana dhe baba modeli më i mirë për fëmijën, sepse ata nuk përcjellin një model tjetër përveç nanës edhe babës, tash e kanë një nanë dhe një babë, që janë televizore dhe telefoni, tash modeli tyne, o vllazën të gjithë mjekët, pediatrë, të gjithë psikologët, po thojnë se deri në 3 vjet, manën me një shunat e ri, deri në 3 vjet, asë 1 minut në televizor, e asë 1 minut në telefon, deri në 3 vjet, se qka ja fshin memorien, e lëndon, thë dikush pa të peshet, plus 2, do me thonë që për 7 moshës, ata e kanë marketing me shit. Fëmija deri në 3 vjet vesh me nanën, babën, vllezët, motat, konikatën, shtëpe, gjyshin, që aty e ka modelit. E pastaj të nderuar vllezër, kur të rritën pak, ka mosha 6-7 vjeçare, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muru euladekum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Detyrani apo mësoni apo këshilloni fëmijët e tuaj që ta falin namazin duke qenë në moshën 7 vjeçare. Deri në pubertet, 18-19, i ushtron. Edhe çka në punë të mira i merr mas vetit. Edhe në xhami, te na kur i bën 10 vjet, e 13 nuk e merr në xhami. Kur i bën 1 vjet, 2 e bën në xhami, po nuk ka bre këtu kopsht, më janë ndruna tash te pelenat në xhami. 2 vjet në xhami, 1 vjet e gjys në xhami, 3 vjet në xhami. Kur s'dim, e kur t'i bën 7-8, tash nuk kemi kohë, pse tash ti ka angazhime fëmiu, se e ka qur shkollë, e ka qur në për kurse, e ka qur ku ta dioni. Të kundërtën, kur janë ashtu 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 në shtëpi, e edukon. Kur t'i bën 6-7, edhe dhe fëmija çka po bën, edhe i kupton senet, pastaj e merr me veti në xhami. Tjetra, me pas kujdes mos me lan me flejt fëmijët në një dhomë, djemë edhe vajza, kur i kanë 10 vjet. Sepse më vesh fillon tash pjekuria, edhe fillon faza e pubertetit, edhe fillon ato ndjenjat e brendshme me u shfaq, kështu që me i nda prej shtratit, me i pas kushtet, edhe me dhoma, me i pas vajzat një dhomë, djetë një dhomë, kish me qenë edhe me mirë. Tjetra, t'jemi të kujdesshëm në ndarjen e pasunisë. E ke pa dikush i privilegjon fëmijët, se çdo familje ka një fëmijë pak më të plastrum, më të përgdhelën pak. E që ati tash me i nda ma shumë, jo. Sepse shkoj njani të pejgamberi, një sahabi, shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha, oj dërgumi Allah, tha, baba na e ka nda kështu, tha pasunim. Edhe këtina i ka dhonë ma shumë, neve ma pak, tha nona nuk është e knaqëm, po dojna ti tha me dëshmu dhe me gjykue. E thiri babën e ati fëmijë, tha qysh e ke nda kështu, tha, une nuk e dëshmej, tha, as nuk e gjykoj këtë kështu. Pse e ke nda në njërë pa drejt, do të me nda në njërë të barabartë. Kur jemi këtu vllazën, me pas kujdes, ato vajzat tona, ato kona mëre janë ato. Pse endën 2026 në diskutohet e na, a kanë drejt, a kanë hise vajzat, a s'kanë. Pse me u diskutu, kjo paranimi e 400 sa viteve, paranimi e 500 viteve, o krye kjo, kush e vendosi, Allah e ka vendos. Allah ka vendos me pas hise, edhe do të mi adhon hise, o vllazni, hap një syt. Thët dikush pa unë e pjaqe i dhondrit, jo që ja resë, sa dhondrit pe konsiderojnë të huj, se po thujnë tjetër fes, ajo reja që po vjen në shpe, po ta merr shpin, e po ta merr kerën e djalit, e pasunin, ajo për cilët fes ka ardhë, edhe ajo ka ardhë për një fisi tjetër, si dhondrit, si reja, për tjetër kuj ka ardhë.
Kështu që keni frikë Allahun, mos bëni dallime në ndarje, po të jeni të drejtë. Pastaj të jeni të mëshirshëm, këto e kemi shumica, sepse kush nuk i mëshiron të vegjëlit, nuk mëshirohet nga Allahu te bareke ve taala. Dhe në përmbyllje, vllazën bëni dua lutje për ta, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la tadu ala anfusikum wala ala auladikum, mos bëni lutje kundër vetes, edhe kundër fëmijëve tuaj, pastaj vazhdon kundër pasurisë kështu me radhë. Çfarë do të thotë kjo? Mos i mallkoni fëmijët, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mundet me qenë koha kur pranohet lutja doja, edhe pastaj i zana i mallkimi i nanës apo i babës. Zakonisht kur jemi te mallkimi, kjo është shprehi e disa grave të pa edukume, jo të devotshme, jo besimtare të mira, ato nuk e ruajnë gjuhën, i mallkojnë fëmijët, ta u zoti faren e kur ditën tonë mos e pafshet, e thef qafen, e shkafshe mos u kthefshe runa zot. Qysh mori thuhet e vladit kështu? A ka mundsi, ka marrë mundsi qysh ka? Sidomos tash to trejat, si të nervozohet me burr, krejt i natin, që ka burrin, ja çet fëmis, hajt se çasi fare filleshti edhe ti më fani shprehje. Çfarë po të bëmë me fëmia? Po jo baba e fëmis, pa nitin kopshë zoja merr me babën e fëmis, e jo fëmis me fola si fjalë, çasi shprehjesh. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft dhe na mundsoft me rujt veten, me rujt familjen nga zjarri i xhenemit, i cili nuk zgjedh njerëz të cilët nuk janë të ruajtur, i djeg një nga një, ata që janë çka të larguar nga rruga e Zotit. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe me kry këtë detyrim, këtë obligim që kemi ndaj fëmijëve tonë, Allahu na mundsoft. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.